Përshëndetje të dashur shikues të Beauty me Erisën, jemi ritaku edhe këtë fundjavë, kur sot për juve e kam këtu një mysafire në studio. Do kem kënaqësinë ta bëjmë grimin bashk edhe të bisedojmë shumë çka me Fatlinda Lekun. Fatlinda, mirë se vjen, është kënaqësi me të pas studio. Faleminderit ty për ftesën Erisa. U kënaqëm, këto grime i kemi kriju bashkë, na vetë e kemi përfundu bashkë bisedimin, po nuk po jalëm edhe shumë gjatë enigëm edhe shikuesve tonë të dashur. Le ta ndjekim se si e kemi kriju këto grime me Fatlindën edhe si çka kemi përdorur për mi kriju ato. Na ndjeqni. Fatlinda, tregon pak, a je personi mëngjesit, e nis ditën herët, qysh e fillon zakonisht? Normal, kam qef mu zgju herët, edhe përshtati me kohën qysh jam me punën. Kur jam para dite, normal qona ma herët, që me i kry këto pjeset e rutinës, make-upin, me pi kafën e mëngjesit, edhe mu nis për punë. Po në përgjithsi, normal, ma shumë e përshtati qysh kam nëj aktivitet ose diçka për me kry gjatë ditës. Në momenti që jam mas ditën punë, normal kam qef pak me flejt ma gjatë. E shfrytëzon rastin. E shfrytëzoj rastin, po në përgjithsi jo, kam qef me u zgju herët, edhe me nis ditën, normal, si personi hershëm. E përmende që e bon grimin, e bon gjithmonë, është pjesë gjithmonë e rutinës tane, apo përshtatesh me... Po, normal, në shumicën e rasteve, ma shumë jam pa make-up, dalë qysh jam, do më thonë veç me vendosi një krem, një SPF edhe shkoj direkt në punë. Kur jam as dite, kur kam kështu kohë ma shumë, normal për ka dalë e bëj një grem kështu për qefi, nuk gutna edhe pse ju, po kështu ma shumë nuk bëj grem. Dalë qështu e thjesht, pa grem. Edhe shumë e bukur edhe ato, edhe lëkura shumë e mirë, tregona e ke ndonjë kujdes të veçantë, mu pëlqen shumë i pyet. Normal nuk kam kështu një rutinë të veçantë, është një rutinë e thjesht. Në mëngjes e përdori një krem hidratuse, një SPF. Në mbrëmje normal ajo pjesa e pastrusave, SPF ose pak ma shumë hapa kemi. Po, pak ma shumë. Normal nuk flej pa i hje grimin edhe pa i marrë këto hapat e rutinës. Se diqysh më doke që pi pa i keq lëkurës. Po. Edhe e ke do me thonë atë rutinë fikse e përdor gjithmonë nuk e anashkallen. Po saj përket produkteve, po e shoh që e ke sjell një mix të produkteve, disa ma të kushtueshme, disa ekonomike, ju qëndron kështu besnike në përgjithësi produkteve që i përdor, apo je person që ndoshta i ndjek trendet e fundit të grimit? Normal, po, i ndjek. Në momenti që shoh që një grem është i mirë, që më përshtatet e ndroj, nuk e këqyrit të pjesa e kostos, normal marrë edhe produktet ekonomike, pse ju. Në përgjithshmëri përdori grime që janë ma ekonomike. Po. Për ndonjë rast ma të veçantë? Po, ma të veçantë i marrë të tjerat, normal. Ke ndonjë produkt të preferuar prej këtyre çka ndoshta i ke sjell ose themi një produkt që s'mundesh me jetu pa ta? S'po di, nashta kisha thonë concealer ose blush. Janë qëtu dy që veç i vendosi edhe dal, apo kur kam e kry një punë për shpejt, pa to nashta s'kisha mujt me jetu. Edhe unë pajtona që ta ndryshon edhe nëse nuk vendos kur gjë në fytyrë, ta ndryshon shumë pamjen, sidomos blush, pak t'jep jetë edhe dukesh pak ma e freskët. Fatlinda, ti me profesion je infermiere, tregona pak ma shumë për këtë zgjedhje të ndën themi.
Po, unë me profesion jam infirmiere, jam po ashtu edhe ergoterapiste, tash jam në diplomim, në fazën e diplomimit. E kom zgjedh infirmierin, se dyqysh prej e vogël, kom pas shef me kanë ajo qika me mantil të bardh, ajo qika që më ju ndihmu të krejtve njerëzve që ka nevoj. Po. Edhe familja normal më ka shty, ka thonë zgjedhe profesionin që te ki qef, edhe... Po besoj ke bot lumtur me këtë zgjedhje, andra e çdo prindje me vazhdu në mjeksi. Po normal, se në kanë ato dilema që a ka me mujt me arrit qëtë profesion, a ka me mujt me adal, qysh kanë me kanë ato paragjykimet e njerëzve. Po normal që familja o kanë mbështetja jem ma e madhe, edhe veç më kanë frymësu, ka thonë që bane ti ato që ta ndinë zemra. Po. Edhe që kjo kam për mu një plus i madhe dhe bravo ja ke dalë shumë mirë në këtë pjesë. Është e vështirë profesioni infermierës në Kosovë? Normal, është sfiduse, se ka shumë përgjegjësi të mëdha që të bëj me jetë njerëzve. Na si infermiere kena shumë punë, jena me atë pjesën e përgatitjes së terapisë, një problem ose veç një përzire terapisë muna me që diri në fatalitet personin, edhe menoj që është shumë sfiduse, edhe ka shumë përgjegjësi të mëdha me qenë infermiere, janë edhe oraret e gjata të punës, edhe bën pak më të lodhshme si punë me punën si infermiere, po më përgjithësi më pëlqen puna si infermiere, se ti për lumëturon t'i kam përbën më një mirë t'i kanë. Edhe në fakt në të shumta raste, sidomos kur kemi një nevojë për një kujdes shtes ose rastet të ndryshme ku na vjen me ushtri në spital, infermierët janë ato që e bojnë ndryshimin edhe për gjithë eksperiencën edhe gjithë shka tjetër edhe na diktojnë se si ndihemi na në ato ambiente që nga njëherë edhe frika, sikleti, bën me undi të zëmta dhe të parehatshme. Në çfarë aspekte mendon që ndryshon profesioni i infermierës prej pritshmërive ndoshta që i ke pas vetëm gjatë studimeve ose para se me e punu tamam si profesion me tash që e ke edhe përvojën përveç pjesën e edukimit? Normal, para se me fillu, e ku mendu infermierin një drejtim tipër të lehtë, aty kështu nuk ka përgjegjësi të mëdha, është infermieri, aty jenë kujdes të doktorit, nuk i me pas shumë punë. Po, momentin që fillova me praktiku, me punu, e po që për njëme, infermieria ka shumë punë, ka shumë përgjegjësi, edhe e bëj me qef. Momentin që një punë e bën me qef, lodhja edhe këto krejt bimë. Po, e ka po besoj të vetën edhe fakti që përmende që e shë që po ju ndihmon njerëzve dhe... Po, normal, një buzëqeshje jotja, ja lumturon dikujt komplet jetën. Shumë e vërtet. Cilat po janë kryesisht themi rastet ose problematika që po i sheti ma shumë që po shfaqen në punë. Ne shqiptarët mendoj që nga njëherë pak vona bjen mend me për kujdes për shëndetin, fillojmë pasi na shfaqen simptomat me u interesu edhe me fillu me më kujdes. Tregona pak çka ke pati ma shumë si problematik ose diçka që kështë mujt mi këshillu edhe shikues tanë që me pas parasysh pak ma heret që me ju shmang këtyre simptomave kur shfaqen mos me qenë shumë vonë, themi për me i trajtu pastaj. Unë për momentin jam vetëm të fokusu veç në pjesën dentare, jam infermiere, asistente dentare, po mëndoj. Nuk është që kam shumë raste që në ndodhin në ordinancë, që ka mundet me ndodhë është në e shok ose do një alergji, po kështu më përgjithsi nuk është që kemi shumë raste. Unë punoj edhe me pjesën e kirurgjisë, punoj me doktorin që mirret me implante. Po, ma heret shumë e kum pas probleme punu në kirurgjie, kum pas atë frikën që ka me po gjakun, ka me po një pjesë të operacionit të zhvillu. Edhe ma heret shumë e kum marrë stresuse po momentin që po punon, me banat përvojen, po ndryshon krejt komplet. Po do këti për e përdeshme, disen që shumë e thjeshtë. Po, kur eshe dhe ekspozohesh vazhdimisht në ato problematika. Pra, kryesisht ke pas rastin me ndjek këto problemet orale që po, orale, fix. Po besoj që një nga ato problematikat përveç kuptohet probleme më atë mëdhaja ndonjë prishje dhëmbit apo diçka, janë edhe gurët në dhëmb. E di që shpesh herë ne
te pjesa e higjienës orale di me janë shkalu se mendojmë që hajtë se nuk është shumë problematike. Për asgjë. Shkoj veç i pastroj edhe nuk ka. Cilat janë ato themi problemet që munden mu shfaq nëse nuk e bojmë atë pastrimi rutinore dhe i lojmë një kohë të gjatë gurët. Po, normal çdo person të me pas atë higjienën e vetë, që me bo pastrimin e dhëmbëve, pastrimin profesional çdo 6 muaj, po personat nuk e dinë edhe shumë rëndësinë e këtyre seneve, e lojnë hajtë se kalon ose bëhet mirë, po kjo vjen si pasojqen të ardhmen, mundet me pas në i dëmtim, nështë sheri krejt qëtyne pastrimeve, dush me hekti krejt dhëmët, edhe tash më marrë me pjesën e implante, mi vendos kurorat, pse jo mos më kujdes edhe me jadit rëndësinë dhëmbëve, abedin. Edhe shëndetit edhe të mishit, për shkak që pastaj kur të arrin ajo pika që veç nuk mundemi mi shpëtu mo dhëmbët natyral, si që përmende, po duhet me u kthy në implante, dhe sa do të shëtash po besoj metoda më të reja, profesionalizmi i mjekve dhe materialet të reja e kam po pak më të lehtë, nuk krahasohet me dhëmbin natyrale dhe shëndetin e dhëmbëve tonë, kështu që ishtë dashtë me u mundu sa ma shumë me imbrojt dhëmbët tonë natyral. Qa mendon Fatlinda saj përket edhe kësaj themin epidemie të nevojës ose të kërkesave të shumta me bën ndryshime në buzëqeshjen tonë, po në kosto të dhëmbëve tonë natyral. Po i shohim që gjithmonë po ka ma shumë kërkesa me bo qoftë implante, qoftë me ndryshu komplet pamjen e dhëmbëve, nga njëherë edhe me i gry dhëmbë natyral për me pas ndoshta një buzëqeshje ma të mira. Mendon ti që ja vlen bara që ranë veç për me pas ndoshta një buzëqeshje ma estetike, apo duhemi me u mundu me ju përshtat edhe atë që na ka fal natyra? Po, normal, ma shumë janë të ke pjesa ku veç në qosë është e nevojshme. Në momentit që një dhëmbë është vital, një dhëmbë që nuk ka nevoj për me u vendos kurora ose për me ndru estetikën, qysh jam të ajo që mbaje dhëmbin të natyral, atë mos interveno se dhëmbi jotë është dhëmbi jotë që është fala. Po. Edhe normal që edhe kjo pjesa estetike është e mirë, po jam pro. Kushdo që donë me i bo për shembull estetikën, ose me vendos kurora ose implante, është pjesë e mirë. Edhe ndoshta mundet me ndiku edhe në vetbesimin edhe në gjithçka. Po, se dikush ndoshta e ka kompleks, nuk mundet as me buzëqesh ose me hap gojen shumë për shkak se do një dhëmbë ose kjo hapësira e dhëmbëve. Po, edhe vinë e rregullojnë se thonë e kena kompleks prej kohëve, po prej tutës të dentistëve nuk vinë. E lojnë për një kohë tepër gjatë edhe kur të vinë, ndoshta u shkatru komplet dhëmbi. Edhe nuk është e vështirë edhe me bo një zgjidhje. A është e vërtet prej çka kom pa, sidomos gjinia mashkullore janë goxha frikacak saj përket po tepër shumë, tepër. Ma shumë se sa femrat kisha me thonë, atë ka ra prej përvojës me pa një gjatë tillë? Po, valla, tepër shumë. Kisha me thonë që të dytë gjinit, po, të dytë. Po, me shkojt i vrej që janë shumë afrikaca, kur vjen puna se na i kemë një dokumentacion që në nshkruhet për shkak të anestezionit, që ose ka nëj alergji ose nëj probleme shëndet. Momenti që a jap me plëcu, thot, vish pak në alur, pëse i të ma jopë që ta ka me deka, është dishka që komendohet, po janë tipë shumë afrikacak. Momenti që vjen puna të anestezioni, ata ndrojnë komplet. E thirë ngrun, hajde mama dorën. E ndryshojnë qasjen, nuk e di pse më duket që përgjithësi që kjo me meshkujt edhe me shëndetjen orale se me shku tek dentisti, që më ka bo përshtypje. Femrat janë shumë ma të zojat, e mojnë atë faqëndrimin që kështë nuk po në një. Po, sa të që kanë frikë, e din që është diçka që nuk mundër me shmog edhe përgatitër psikisht që veç me kryat procedur për cilën ke shku. Fatlinda, ty të kom po goxha aktive edhe në rrjetet sociale. Realisht, një prej videove që edhe ka qenë për ty virale dhe është ajo videoja
unë e parë edhe për mu që jom njoftu me figurën tëne, ka qenë një video ku e ke publiku një ditë ose një reakcion që ke pas një marrëdhënie tëne me gjyshin. Është një video shumë simpatike që ju them gjithë shikuesve që kanë mundësi që po na ndjekin tash me shku te profili i Fatlindës në TikTok. Nuk e di e ke postu edhe në Instagram apo është vetëm në TikTok. Me pas mundësin me pa atë video, së është një video që me të vërtet mu personalisht më ka prek shumë, edhe po besoj edhe mia njerë se kom pa shumë komente që ke marrë prej një audience. E ke mendu që ka me shku aq virale ajo video dhe çfarë relate keti me gjyshin, është e veçantë po besoj marrëdhënia juaj? Normal se ku menu që ku me shku që ka shumë viral, po veç kur e ku më po që tepër shumë ka dhezë edhe veç ja ku më po gjyshit, o gjysh, këshyre more video sa ka shku edhe ai nuk e merë ke seriosisht e ke leve linë se veç ku banë hajgare sa me më qitë apet në video tjera. Po unë gjithmonë e ku më desh këtë pjesën e kamera, gjithmonë ku më bo vlog si ku më dërgu shoqënis që ku më bo, që ka po veshit, gjithmonë. Prej Musical.ly kur u kanë ato vallëzimet, unë i kom pas pasion tepër shumë. Po tash frikë kom vazhdu me TikTok, normal edhe ma heret, po e kom lanë këtë pjesë, tani apet vazhdova me TikTok. Po tek pjesa e gjyshit, unë e gjyshin e du tepër shumë, edhe mundoha sa ma shpesh me shku edhe me vizitu se është tepër pike jam e adopt. Edhe momentin që kena bo qatë video, tepër ka shku viral, edhe që ka prek ma shumë është që kretë komentet ka qenë ato që i kam prek ndjenjat emocionale, që i mungon kjo pjesë. Po unë e kom qitë që me të regu se qëfar gjyshit mirë kam, edhe qëfar me nda një moment i lumëtur, që realisht ka qenë një moment i lumëtur, po besoj për shumë prej ndjekësve të tu që nuk e kanë më fatin, ndoshta mi pas në jetë, e prek, ndoshta i ke emocionu me atë video, po gjithsesi mbetet një video shumë simpatike. Të kom pa që realisht je aktive dhe përveç atyre videove ki edhe video të tjera, të shumë ta e ke pasë një video shumë të mirë pas diplomimit me print. Duket që e ke gogja pasion këtë pjesën e rrjeteve sociale. Keme vazhdu me qenë aktive, a me ndonë me pas kështu, ndoshta një herësh edhe profesionin tënd si infermiere dhe këtë pjesën e rrjeteve sociale, a sa po mund është mi ndërlidh të dyja, se e di që është nga një herë e vështirë me gjetë kohën për të dyja? Normal kam qef që me vazhdu, mos me ndalë, se që shtregova ma heret, mu gjithmonë më ka pëlqy kjo pjesa e kamerës, kam pas qef gjithmonë me bo video, me bo vlogs, me postu për njerëz, po besoj që nuk ka mu ndalë, nuk për djeta jetës, normal, po normal që shumë pëlqen, edhe të këpjesa marketingut, me bo video, me bo vlogs. Po, ka qenë një diçka që e ke gjetë vetën edhe të ka shku për shtatë. Po, saj përket kësaj pjesës themi, rrjetet sociale sa do i kanë ato të mirat e veta, di nga njëherë me kone dhe negative dhe komentet, ke pas deri tash rast, apo kryesisht kanë qenë komentet të mira, se po varet edhe prej tipit videove që i poston, audiencës që të ndjek, qysh të ka ra deri tash me u provu? Normal, fillimisht, në fillimet e mija, jenë konë ato dilema që ka më përball me njerëzit, që kanë me prit njerëzit, a ka me pas komentet mira, apo të këqia. Po, në momentin që fillim i kum vendos në i video, kur kum po në i koment keq, më ka ardha janë gjenja që pe fshi, ati pe jeko, njerëzve pjo do këtë shumë keq, nuk e di a janë të e marë që shumë e që ato jam të e ndjem. Po, me kalimin e kohës, e kum po që këto komente nuk ndikojnë të konë, edhe veç e kum lanë, nuk i fshijas, nuk mirë në me ta, po më bojnë që unë halja me vazhdu ma shumë. E vërtet edhe nga njëherë kur ndalësh edhe i analizon, kryesisht din me qenë komente nga njëherë të pa baza dhe shumicën e rasteve janë prej profileve fake, që të bën me i vlerësu shumë a pak se nuk po e din kush po fshihet pas atyre komenteve dhe me qëfar ideje janë thonë edhe
shumica e njerëzve në rrjetet sociale po përballen në një formë ose në një tjetër, dikush më shumë, dikush më pak, po me të vërtetë nuk ka vlen me ndalë veten asnjëherë. Përderisa nuk je duke bo asgjë gabim, nuk je duke i prish punë askujt, mendoj që platforma sociale kanë vend për të gjithë dhe në përgjithësi ta japin këtë mundësinë me u shpreh edhe pse jo mos me pas fytyra nga më të ndryshmet, profesione nga më të ndryshmeve në këto platforma, se tash edhe po mësojmë shumë prej njëri tjetrit. Ke tentuar ndoshta ndonjëherë me postu edhe gjëra ma informative që lidhen edhe me infermieri, çfarë tipit videove kryesisht po e gjen veten duke e postu kohëve të fundit? Normal kam qef krejt mi përfshi qoftë ato të tregu për profesion, për jetën, video funny, po ma shumë ndoshta e gjej veten tek video të funny, nuk e di, jam një tip që tepër kam qef mi shti njerëz me kesh, qoftë ato në punë, në shoqëni apo në familje, jam ai personi që veç lëshoj fjale dhe i bëj tepër shumë me qesh. Edhe kum po që edhe për njerëz ma shumë ju pëlqen videot kur unë i bëj funny. E pas ke këtë anë të andën, ndoshta që jo gjithkush mundet me pa në plan të parë. Për fund, ndoshta Fatlinda, kisha me të pyet pak ma shumë për aspiratat e tua, ku mendon që do e shohim Fatlindën, themi diku pas 5 vitesh? Normal, unë i kam ato qëllimet, ato synime që çdo ditë i menoj, edhe normal që kam qef me realizu, po fillimisht kam qef me e specializu profesionin tem, se unë jam edhe ergoterapiste që shtregova dhe më herët, që në të ardhmen prej këtij profesionit unë me hap një klinik temen, edhe me kanë e pavarur në drejtim temen, që të ardhmen normal më ndihmu edhe të tjerëve fal kësaj klinike. Po normal kam qef edhe të pjesa marketingut, TikTokut, me qenë hale ma shumë e angazhume. Ma aktive. Edhe normal si krejt mi bo krenar familje, mi bo krenar prindrit. Po, që po besoj ja ke dalë deri tash shumë mirë, edhe pse jo me arrit me bo këtë gjë në të ardhmen, edhe këtë pjesën e rrjeteve sociale tash në përgjithësi nuk po ka profesion, biznes që nuk po duhet me i ndërthur në një formë ose tjetër të dyjat. Është një diçka shumë e mirë që veç e ke si përparësi, që po besoj edhe në fushën tonë dhe ka me të ndihmu shumë. Fatlinda, po du me të falenderu shumë që ishe pjesë e Beauty me Erisën. Komplimente për grimin, ka dalë shumë bukur, një grim i thjesht edhe i përshtat shumë për çfarë do lloj eventi, po besoj që kjo është ai grimi që e identifikon Fatlindën në tërësi. Edhe njerë falenderoj shumë që e gjete kohën, e di që edhe për shkak të profesionit nga njëherë dyrë me qenë pak e vështirë me qenë pjesë e emisioneve të tilla, po besoj edhe shikues të kam vlerësu shumë prezencën tonë këto. Faleminderit shumë ti për ftesën, kënaqësia ke jamja, edhe ju më kënaq tepër shumë. Po më bën një grim që shë bëj një përditshmëri, jo diçka me dalë jashtë. Kemi sfidu pak edhe më grimu edhe me bashkë bisedu, e di që shumica e mysafirëve kanë pak këtë telashe, po gjithsesi ja ke dalë shumë mirë, po besoj që edhe shikues tonë e kam vlerësu bisedën këtu në studio dhe kanë mujt pak a shumë me ndjekë se si kemi kriju këto grime. Faleminderit shumë që ishi bashkë në Beauty me Erisën, edhe vazhdojmë në ndjekë se kemi të tjera materiale në kuadër të fundjavës si çdo herë.